Ish drejtori i burgut të Durrësit Indrit Cerloj është liruar nga paraburgimi me vendim të gjykatës së Durrësit, e cila ka vendosur ndaj tij masën e sigurisë arrest shtëpie. Kërkesa për zbutjen e masës është argumentuar me faktin se nuk ekziston rreziku që Cerloj të ndikojë në prishjen e provave. Vendimi është marrë nga gjyqtari Xhevdet Lika. Cerloj akuzohet për veprën penale shpërdorim detyre pas arratisjes së të burgosurit Altin Doci. Më 13 janar, ky i fundit u largua gjatë një shoqërimi drejt spitalit për kontroll shëndetësor në kundërshtim me procedurat pa masa sigurie si prangat dhe në një mbikëqyrje të dobët. Sipas hetimeve, Cerloj kishte miratuar menjëherë dokumentacionin për një tjetër vizitë të Ndocit në spitalin e Durrësit me arsyetimin e dhimbjeve në veshka, pa verifikuar nëse ishte kryer më parë një kontroll nga mjekja e institucionit dhe pa garantuar respektimin e rregullave të shoqërimit. Për të njëjtën akuzë janë në hetim edhe persona të tjerë, kryeinfermieri Aulon Çuko dhe shefja e shërbimit shëndetësor Ylfete Sema, të cilët ndodhen në arrest shtëpie. Ndërkohë në paraburgim vijojnë të qëndrojnë i shefi i policisë së burgut Desdemon Pazaj, si dhe dy efektivët që shoqëronin Docin në ditën e arratisjes. Altin Doci, dyshuar si pjesë armatosur e një grupi kriminal në Elbasan dhe i akuzuar për vrasje, ishte vlerësuar nga Komisioni i Burgut si person pa rrezik të lartë arratisjeje. Vendimi firmosur nga drejtori tashmë i arrestuar. Arratisja ndodhi pasi Doci kërkoi të përdorte tualetin në repartin e infektivit, nga ku u largua duke goditur dy policët shoqërues. Jashtë ambienteve të spitalit, ai u largua me një automjet tip Audi A7 në drejtim të paditur.